Ishte ushtruesi i detyrës së kryetarit të komunës së Gostivarit e Valbon Limani. Në rrethin e parë të zgjedhjeve lokale fitoi rreth 17.000 vota, por ato nuk mjaftuan për të zgjedhur kryetar, pasi nuk u arrit censusi. Ai do të hyjë garës përsëri në zgjedhjet që do të mbahen më 11 janar. Se si erdhi deri te kjo, Limani në emisionin Debat në Shenja deklaroi se ekzistojnë informata të sigurta se grupe të caktuara brenda koalicionit të Vlen kanë dhënë udhëzime që pas orës 15 qytetarët të mos dalin në votim. Një nga arsyet është që kemi informata kështu të sigurta se grupe të caktuara brenda këtij koalicioni pas orës 15 dikund kanë dhënë instruksione që të mos dilet të votohet, por gjithashtu ashtu siç thash më parë edhe lista e votuesve e cila nuk është mirë azhuruar, por edhe disa rrethana tjera dhanë këtë rezultat që cenzusi të mos arrihet për 21 votë, sepse në qoftë se kishte ndonjë pakënaqësi reale, atëherë me siguri cenzusit do t'i mungonin 2.000-3.000 vota e më tepër. Limani theksoi se përsëri do të jetë kandidat i AKI-s, ndërsa tha se nuk është penduar që ka qenë pjesë e koalicionit AKI gjatë zgjedhjeve të fundit lokale. Jo, as pak, posa shyshja nëse flasim veç për Gostivarin, rezultatet janë të dukshme dhe shumë të qarta, dhe mendoj që ishte një rezultat i jashtëzakonshëm, edhe në Vrapçish gjithashtu ku përsëriten zgjedhjet, dhe besoj se e njëjta do të ndodhen edhe në zgjedhjet e radhës. Ndërkaq, sa i përket të besuarit të qeverisë Fadil Xhelili, i cili ditë më parë u caktua të udhëheq me komunën e Gostivarit, Limani tha se ai është një administrator i përkohshëm sa për t'i kryer disa detyra deri më 11 janar, pasi siç tha, Gostivari përsëri do të udhëhiqet nga vet Limani.